Drejtori Ujësiellës Kanalizime Rajoni Vlorë, Ermal Murati, inspektoi fshatin Kocul, i cili është modeli një shërbimi perfekt për vëmendjen maksimale ndaj zonave rurale. Fal një projekti të zbatuar dhe financuar nga Ujësiellës Kanalizime Rajoni Vlorë, ky fshat sot ka ujë 24 orë, një sistem të ri të transmetimit dhe matjes së konsumit. Investimet do të vijojnë edhe në zona të tjera të bashkisë së Lenicë. Sipas drejtorit të Ujësiellës Kanalizime Rajoni Vlorë, Ermal Murati, tha se qëllimi është rritja e cilësisë së furnizimit me ujë. Për gjatë vitit që lam dhe në vitin që vijon do kemi disa investime. Dua të përmend investimet që kemi bërë në zonën e Karbunarës, në Mesaplik, njëkohësisht jemi në fshatin Kocul, ku kemi bërë një sistem të ri shpërndarës dhe kemi siguruar furnizimin me ujë 24 orë në ditë. Siç duket, jemi pjesë e sistemit shpërndarës mëngjes kolektorëve, sistemi 3 të investuar nga shoqëria dhe me një angazhim maksimal nga ana e njësisë, kjo zonë tashmë ka 24 orë ujë në ditë. Më përpara këtij investimi u ka pas një le të themi disiplinim të furnizimit me ujë, nuk ka qenë sistemi solid për furnizimin e qytetarëve, ndërkohë që me këtë ndërhyrje që kemi bërë për gjatë gjithë këtyre 3 lagjeve që dhe inspektuam së bashku me Sokolin e me kolegët e tjerë dhe me kryeplakun, kemi marrë dhe falënderimet e qytetarëve, ku ndërkohë nga krau tjetër çdo konsum i ujit regjistrohet në matës dhe faturohet. Murati thekson se Ujësiellës Kanalizime Rajoni Vlorë ka reaguar në mënyrë të shpejtë në zgjidhjen e problematikave të shfaqura nga shkarja e tokës në disa fshatra të bashkisë së Lenicë. Sfidat vazhdojnë, ndërkohë kemi pasur dhe investime tjera si transmetimi në Mesaplik, kemi pasur transmetimi në zonën e Romsit edhe të Resulaj, ku për shkak të kushteve dhe rëshqitjeve të tokës, kemi qenë detyruar të reagojmë në një kohë rekord, në kushte shumë të vështira dhe për punonësit, dhe dua t'i falenderoj ata për angazhimin e menjëhershëm për zhvendësimin e linjës dhe njëkohësisht furnizimin e qytetarëve. E njëjta situatë ka ndodhur edhe gjatë janarit në fshatin Vajs, ku dhe aty kemi pas një problematik tepër të theksuar. Investime dhe në Vllahinë e Peshkëpi, ndërsa prioritet kemi edhe Matogjinin dhe Amonicën, si dhe të gjithë fshatrat e tjerë të bashkisë së Lenicë. Disiplinimi i sistemit të transmetimit dhe faturimit do të thotë më shumë projekte për këto zona. Janë dhe dy njësi tjera të cilat janë prioritetet tona, siç është Matogjini dhe Amonica, dhe për atë jemi duke bërë një vlerësim, por duhet gjithmonë të jemi në kushte të tilla që të krijohet aksesi për të operuar për furnizimin me ujë. Njëkohësisht edhe me inxhinierët e Drejtorisë Rajonale Ujësiellës Kanalizime Vlorë jemi duke menduar disa projekte për Selenicën, siç është një linjë të retransmetimi për Roms Resulaj, një linjë po themi transmetimit edhe për zonën e Mavrovës, ku janë pika kritike njëkohësisht një sistem shpërndarje për pjesën e Vllahinës dhe të Peshkëpis. Dhe nga diskutimet që kemi pasur me kryeplakun, disiplinimi nëpërmjet sistemit shpërndarje, sistemi matje siguron furnizimin me 24 orë, njëkohësisht dhe konsumatori faturohet për atë çka konsumon dhe njëkohësisht duhet ta paguaj këtë konsum të ujit. Banorët e fshatit Kocul falenderojnë Ujësiellës Kanalizime Rajoni Vlorë për investimet. Ju falenderoj drejtorit për këtë inspektim të punimeve tuaja që keni bërë deri tash. Populli i gjithë është të kënaqur, do të thënë kanë ujë për 24 orë. Po para investimit? Para investimit na vite njëherë javë, njëherë në 15 ditë. Kish muaj, 2-3 muaj pa ardhur, ata i kanë hedhur. Në këto takime me banorët e fshatrave të bashkisë së Lenicë, u diskutua për problematikat, investimet dhe projektet në Ujësiellës Kanalizime, Mesapliku, Romsi, Resulaj dhe Mavrova janë pjesë e investimeve për një rrjet të ri të shpërndarjes së ujit.